my tongue. Booyah! Gecko. Let them close into the night so they can save a day. Who are these heroes to show you the way? PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. 'Cause bedtime is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks! Mega mola e lunës 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Bogati se po vi. Tada! Hej, mjaft më shpërqendrove. Hana ne ka të gjitha për vete dhe tani dëshiron të më vjedhësh edhe mola? Motsuki do ta marr lunën në hën. Nëse Luna thot më fal që ka qenë kaq e pasjellshme. Më vjen keq apo ta them por s'dua të kërkoj falje. Ua! Motër e madhe keqe. Motsuki nuk do të rri më. That big sister. Motsuki no wanna be around you. See Luna never. I'll figure out a way to get back to my moon, no matter how mean I have to be. Speaking of, looks like little sis left a little moon crystal behind. Come on, guys. Let's call it a night and head back. Yeah! If only I had a giant animal with wings like Birdbrain does. I could fly to the moon, then... Mean plan idea! I hope the new Slither Boy comic hasn't sold out already. Wow, look at that. Don't worry, it'll be there. Guess what's not there, though? The toy rocket ship. Last time, Luna stole it to get to the moon, remember? Doesn't sound good. PJ Masks, we're on our way. Into the night to save the day! Night in the city, and a brave band of heroes is ready to face fiendish villains to stop them messing with your day. Amaya becomes... Greg becomes... Connor becomes... Cowboy! The PJ Masks! Aha! Luna's getting grounded tonight. PJ Riders, let's go!
ndodhur. E besuan. Kjo më jep kohë të marr kafshën time magjike. Mola e vogël piceruke dëshiron e madhe të jetë. Bumja bën kristali dhe molës ëndra ju bë realitet. Ka diçka që nuk shkon me molën. Çfarë po ndodh? Opa! Kjo është fantastike! Mola madhe? Çfarë bëri Luna? Zmadhova një nga molët e mia që të më çojë në hën. Ku shkon e para? Molës nuk i pëlqen. Luna i trajton gjithmonë keq molat. Nuk do të funksionoj. Të vjen e natë se po fitoj unë. Hej, ndoshta unë jam ekspertja e molave. Wow! Shihemi të hëna ime insektush. Luna e keqe. Mocuki do të shkojë para në hën. Çfarë ndodhi atje me Lunën? Jepi mega mola. Shko drejt yjeve. Zvaranik rëshqitës, çfarë është ajo? Makina që do të më çojë në hën, këmbë hardhuc. Jo sa të jemi ne këtu. Super shiritat e Macokut! Për kokën e... Super kapja e hardhucës! Super muskujt e gekos! Ja si përfundoni kur ngaterojeni me molën time. Bufja shqiponj. Ja ku është. U kënaqa me shkatërimin e vendit, por duhet të iki. Duhet të them, fluturoj. Mjaft me kaq mol. A jeni mirë djera? Po, por nuk mendoj se Luna do të Ma jetë... lër mua. Oh, më duket se ato janë shqetësuar edhe për Lunën. Dhe për Megamolën. Asaj nuk i pëlqen t'i tregojnë çfarë të bëj. Po, duhet të sillesh mirë, sidomos me molat. Hej djema, si thoni të përpiqemi të ndihmojmë Lunën dhe ta kthejmë Megamolën në normalitet. Vetëm se, a mund të na lironi pak? Mjaft me kaq, ti top gjigant si mol. Luna, duhet të kthehesh prapa. Po bëhet e rrezikshme dhe Megamola nuk do të shkojë në hën. Por unë dua. Hëna është e imja. A nuk mund të silleni mirë me njëra tjetrën? Të ndajmë hënën si vajza të mira? Oh, kjo do t'ju pëlqente, mirëbërës me pijame. E po, nëse nuk sillesh mirë me motrën tënde, të paktën sillu mirë me molën. Pec pupuritëse! Aje dole mban duke u sjell mirë, Pend. Ku ka si e keqa? Zvaranik lëvizës, a je mirë? Megamola goditi bufer shqiponj. Mos humba ndonjë gjë? Ato do të na lirojnë. Me sa duket molat bëjnë gjithçka për ty nëse ti sillesh mirë me to. Po përpiqem ta bind Lunën për këtë. Forca! Mendoj se bufja shqipoj nuk është gati të fluturoj. I merren pak mend. Por Luna do futet në telashe. Edhe pse ajo është e ligë, duhet të bëj gjën e duhur. Djema, a mund të vazhdoni me lirimin ton, ju lutem? Mendoj se është një lloj sinjali për Motsukin. Motsuki e dinte që Megamola ishte një lajm i keq. Mirë ti bëhet Lunës. Nuk e di për çfarë ke fjalën. Gjithçka po shkon. Do të shkoj te hëna ime sa hapë mbyll syt. Nëse Luna donte hënën, mund të ma kishte kërkuar mirë. Por jo, u përpoq të shkonte atje me të keq. Ha! Nuk e parë gjë akoma. Jo, filluam prap. Dhe unë jam akoma këtu poshtë. Au, ti je më e keqa.
më fal! Unë jam shumë larg. Motsuki, të lutem shpëtoje. Është koha të bëhemi heronj. Më ndihmo! Më ndihmo! Oh, më ndihmove. Motsuki bën që ne duhur dhe Luna thot më fal. Po, besoj se të sillesh keq nuk të ndihmon shumë. Unë jam këtu, arrita në hënë dhe vetëm duke u sjell keq. Jo, Luna arriti këtu sepse Motsuki është e mirë dhe e ndihmoi. Më the të thash. Ideja është që e keqja triumfon. Luna nuk më son kurr. Kameleon të bukur, më në fund i lirë. Më duket se dhe Luna e mori mësimin e saj. Si ka mundësi? Fiksa jo që më duhej. Anija ime e hënës. Drejt hënës, me të keq. Po më merren mend. Disa persona nuk ndryshojnë kurr. E po, ndoshta do ta bëjnë ndonjë ditë. Heroj me pijame për Disney ura. Sepse gjatë natës i shpëtuam të gjithë. Fuqia e piratëve. Kapiteni roboti pirat. Shkarko spirancën, roboti Sally. Çfarë është ajo lundërtar? Cesar? Për kokën e Kaçavidës, në pozicion beteje, të gjithë! Braktisni arjen! Jo, më i miri i qiejve! Nuk do të të le kur të shkosh! Roboti Sally, me mua, drejt deteve të kripura! Ti të neqe frikatake, po i ki vetë ma mirë, unë nuk kam frik. Edhe një robot pirat trim ka nevoj për ndim. Po ja del më së miri, kapiteni Connor. Po argëtohemi me nëndetsen. Sa qetësuese. Ndoshta edhe nata do t'i jetë e qetë gjithashtu. Nuk ka shenja shkatrimi nga keqbërësit. Pas ka një pengesë urgjente për para nesh. Çfarë është kjo? Një mesazh në shishe. Më tako sonte te parku për një aventurë në det. Kapiteni juaj, pirati robot. Kapiteni ynë nuk më duke gjë e mirë. Por një aventurë në det po ama. Heroj me pijame, ja ku po vim. Drejt natës do shkojmë. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Djali macor. Amaya bëhet Ufe! Herojt me pijame! Çfarë do të thoshe me të qenit kapiteni ynë roboti pirat? Sigurisht që jam kapiteni juaj. Dhe majdalos! Jo, hileqar. Janë 3 herojt me pijame që do të shtoj tek ekuipazhi im i piratëve. Ekuipazhi? Po, lundëtarët bëjnë atë që them unë. Ndiqni urdhrat e mi, ose do t'ju hedh nga anija. Kjo nuk më duket daq argëtuese. Ne jemi heronj. Pse do të ndiqni urdhrat e një pirati të pasjellshëm? Gafore dhe laptop. Do të më duhet ta shpëtoj vetë anijen nga oktapodi i lig. Prit, mos të gjë oktapodi i lig?
Po pra, një kraken si që quajmë ne piratët, një oktapod gjigant që pushton detet. Ha? Mbrëm, më morja njën me tentakulat e tij të mëdha. Tentakula? Duhet të jetë Oktobela. Bëjmë mirë që ta hetojmë. Në shërbimin tuaj, kapiten. Nuk kam pasur kur një ekuipazh. Le të marrim kostumet e notit, shok. Dhe për të shkuar më shpejt në fund të moçalit, do na duhet harduca ime e fuqishme. Me fuqinë e muskujve. Harduca e fuqishme. Një dragua deti, do ta drejtoj unë këtë bish të gjelbër. Kapiten, nuk mund t'i japësh urdhra. A mund të hipim të ty, të lutem? Por kapiteni jam unë. Po gjithsesi duhet ta kërkosh me mirësjellje. Qërshia në tërë. Më lejo të të drejtoj, o krijese madhërishme. Hej, le të shkojmë të marrim anien time ngordhalaq me pijame. E gjeta, më i miri i qiejve. Ja ku është krakeni. Ne e quajmë Oktobela atë, ose Liga e Gjelbër. Le ta kapim në befasi. Sulejmani, shkoni te pjesa kryesore. Ahoj! Sprapsuni herojnë me pijame, që nga ky moment kjo është anija ime. Ajo i takon piratit robot. Kapiteni pirat robot. Sulejmani ju laptop vot rakoti. Nekte Oktobela! Për kokën e mustaqeve që... Thesari! Thesari im nga anija ime. Çfarë është moj terapite me tentakula? Nuk e pse ta dish këtë, sepse ti nuk do ta kesh kur. Tornado! Për kokën e kaçavidave, do të shkatrohen te katakurët e mëdhenj. Wow! Ti më shpëtove mua? Sigurisht, jemi ekuipazhi? Por unë nuk e kisha dhënë urdhër. Nuk ishte nevoja. Ne i ndihmojmë të tjerët. Tani të marrim anien tënde. Çfarë do që po planifikon Oktobela, nuk do ta lejojmë që të na i hedhi. Ma hapitën edhe mua. Çfarë ekuipazhi i mirë që qenë. Oh, sprapsuni heroj me pijame. Oh, jo, shiko Percival, heroj me pijame janë shumë të fortë. Mbathja, mbathja, mbathja. Kjo ishte shumë e lehtë. Fitore! Bët një punë shumë të mirë, zemrat e mia. Nuk ka përse. Jeni ekuipazhi më i mirë që ka pasur pirati robot. Do t'ju tregoj se sa minjohës që jam. Cesare për të gjithë. Thesari Oktobelës? Prit! Ka qishte? Bindju Oktobelës. Bindju Oktobelës. Çfarë është ky burimi i çuditshëm i dritës? Është kristali im i kontrollit. Me sa duket nuk funksionon ka me robotët, por funksionon me ata. Hey! Jo! Ti mund ta mbash anien, por unë dua ekuipazhin tënd. Jo! Ata e ekuipazhi më i mirë që ka pasur pirati robot. Ashtu? E po, tani janë të mit. Më ndiqni te kopshti im dhe gërmoni për kristale, për gjithmonë. Dragoi im i detit për silikoni. Mua, edhe mua më mungon ekuipazhi. Unë i zgjinjeva ata. Ata më shpëtuan mua nga i guri i madh. Dhe unë do t'i shpëtoj nga krakeni thellësis. Koha të bëhemi herojnë të vërtet.
Pra çfarë mendoni për planin tim genial për t'ju kapur juve? Oh, harrova fare, ju nuk flisni dot. Jo ho ho ho! Jo ho ho ho! Dhe një shishe me vaj motori! Qoj heroj me pijamet e kopshti. Mere mun me robotin pirat. Ma jes mua këta! Jeni të lirë, kujpaxhi im! Faleminderit pirati robot, po ku është Ania? Ma mori krakeni! Nuk ka gjë, jo! Ndalo aty ku je përbindësh. Herojnë me pijame, të lirë. Koha ta shkatroj Anien. Tërhiqe tentakul. Jo! Era e krave të pumbes. Të gjithë në bordë, kujpaxhi! Do t'ju kap herën tjetër, heroj me pijame. Nuk do ta besosh, roboti Sally! Unë e mora anien ton! Fale kujpaxhit të herojve me pijame! Të ndihmua me kënaqësi, kapiten. Ahoj, shoku im i anijes prej silikoni! Prit sa të tregoj për betejën me krakenin e thellësive! Mos u shqetëso, kishte fund të lumtur që vazhdon kështu tani. Herojt me pijame bërtisni ura. Sepse kapiteni pirati robot i shpëtoi të gjithë!